Ndodhemi tek shtëpia e Alfabetit këtu në manastir, të dashur shikues të portalit ora24.tv dhe almakos.com, dhe të sjellim tek ju të gjitha ato emocione dhe ndjenja që i kanë vizitorët që vinë të vizitojnë sot këtë shtëpi. Nga cili qytet e vizitoni sot shtëpinë e Alfabetit? Ne jemi nga Struga, përndryshe jam punoj një arsimi. Sot do të vim bashkë por vendosëm për shkak disa arsyeve të vim me shoqen. Vazhdimisht jemi në vizit çdo vit, por kjo është më e pakta që bëjmë ne, sepse vetëm në hyrje duke parë se çfarë atmosfere ka, duket se është përmjerim. Vlerat nuk dim t'i vendojmë në nivelin e duhur, nuk çmojmë vetveten në radhë të parë, sepse këto personazhe, këto emra të radhitur këto figura që kanë lënë në historinë tonë ato që ne sot tentojmë që ta kemi si bazament për të zhvilluar arsimin. Më duket se po i humim të gjithë mundësitë tani më disa vite, sepse arsimi është në një gjendje jashtëzakonisht të papërshtatshme, të pavolitshme, ose me thënë në mjerim. Cili do të ishte mesazhi, urimi yt që do e përcjellë? Urimi im për sot do të shqetëson të gjithë popullit shqiptar, kombit shqiptar, sepse manastiri nuk është një qytet që duhet të shihet në aspektin figurativ. Manastiri është qyteti që duhet të mbulohet gjithmonë nga krahët tonë. Ne duhet sy të kemi nga manastiri, jo të vim vetëm ditën e sotme. Dhe mesazhi im të shqetëson të gjithë të zgjohen të kuptojnë se ç'është arsimi. Arsimi nuk është një ditë. Alfabeti nuk është një ditë. Alfabeti është ajo që e shkruajmë ne të gjithë, që e përdorim ne, që flasim ne të gjithë, dhe është më e pakta që bëjmë. Ne duhet kemi kujdes në mënyrën se si artikulojmë gjërat, duke filluar nga Ministria e Arsimit dhe të gjitha resortet tjerë që t'i kushtojnë më tepër kësaj date. Sot do të jetë një festë më e ndritshme, më e hapur, më gjallëruese. Këtu do të jenë të gjithë nxënësit, mësimdhënësit, nëse sot nuk jemi, kur do të vim. Unë po shfrytëzoj rastin të them se unë këtu dajën e nënës me 6 dje me 3 vajza të ardhur nga Struga në manastir, dhe sot unë njëkohësisht do të bëj vizita dhe familjeve të tyre, sepse vi me mall, vi me shpresë se një ditë do të bëhet diçka, po është e paktë mundësia. Faleminderit që më dhat një mundësi. Ishte kënaqësi edhe nga ana ime, sepse unë 35 vjet jam mësimdhënës në kuptimin e gjeneratës që vërtet arsimit I kemi dhënë. Shumë faleminderit. Ju respektoj, ju uroj më të mirat dhe suksese në punën tuaj. Si po kaloni? Mirë, faleminderit. Çfarë ndjenja ju jep kjo shtëpi? Po, çdo vit duket si një ndjenjë e re.